terfe mio. Gjota si dashumi. I tha këtë kapteri, i tha çoj ushtarët që jepi një drejtim atyre. Merë një gjumë populli, që kanë bota që gjithë vendet janë bosh, i kanë fut në përpunë. Ju japi porosi, zejni vendet e punës dhe hajdi një protest. Masi të emrojni, qoni familjarët pak. Ka rëndësi që ato vendet e punë nuk i keni blerë lek. Dhe s'ke pse për ja ditë për nderë kapteri, por do t'ja dini për nderë njerëzve të që kena dalë për këtë punë. Në që po vjen lumi, deti, po vjen deti hyjeve. Shive. Shqipëria nuk shitet, ua. O kopter, erdhën. Edi Rama o legend, klipe po vjet. Ua, rinia, t'ka po me fol me veta. Ua, ata shumë që t'kanë botë copash. Rama Berisha pur. Rama Berisha pur. Shqipëria e shqiptarve, jo e pushtetarve. Shqipëria e shqiptarve, jo e pushtetarve. Përshëndetje shqiptar. Mirë se vini në ditën e 27 të protestës. 27 ditë duke protestuar kundër kësaj qeverie kriminale, kundër kësaj qeverie që na ka nxjerrë jetën, kundër kësaj qeverie që askush nuk e do. Si çdo ditë tjetër, tonë çdo shqiptar që të na bashkohet në këtë kauzë, tonë çdo shqiptar që të bëhet pjesë e protestës, që të gjithë bashkë të arrëzojmë Edi Ramën dhe qeverinë e tij kriminale. Si çdo ditë tjetër, do ta nisim me himnin kombëtar.
Në emër të grupit koordinues të protestës, duke dëgjuar propozimet e sovranit për 27 ditë me radhë, po dalim sot para jush me këtë deklaratë politike për të sqaruar protestuesit, si dhe të gjithë bashkëkombësit tanë, qoftë ata të pranishëm fizikisht në shesh, qoftë ata që na mbështesin me zemër dhe mendje, se kjo protestë mbar popullore dhe paqësore kërkon sa më poshtë. Tërheqjen e panegociueshme të kryeministrit dhe të qeverisë. Krijimin e një qeverie teknike transitore, jo partijake, me mandat 12 mujor. Ndryshime kushtetuese ku të gjithë shtetasit shqiptar të jenë të barabartë para ligjit, si dhe miratimin e saj me referendum popullor, duke përfshirë ndër të tjera ndryshimin e kodit zgjedhor, ndryshimin e ligjit për financimin e partive politike dhe organizatave të ndryshme, kufizimin e ushtrimit të detyrës së kryeministrit në jo më shumë se 2 mandate, të plota ose të pjetshme, gjatë gjithë jetës së tij politike të një individi. Paralelisht kërkojmë anullimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për zonat e mbrojtura, anullimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për trashëgimin kulturore, shfuqizimin e paketës ligjore të njohur si paketa e maleve, shfuqizimin e statusit të kuadrit ligjor për investimet strategjike. Kontrata e re sociale mes qytetarëve dhe shtetit do të përpilohet pas konsultimit me intelektual, ekspert teknik dhe qytetar apartjak, të propozuar nga sheshi i protestës. Këto janë kërkesat tona të qarta, legjitime dhe të panegociueshme, të dala nga zëri i qytetarëve dhe nga vullneti i sovranit. Ne mbetemi të vendosur në rrugën e protestës paqësore, demokratike dhe qytetare deri në realizimin e tyre. Rama jepe dorëheqen, Rama jepe dorëheqen, Rama jepe dorëheqen. Vota dhe vlezër, sot desha t'javi shpjegim. Ka marrë sa kërstime para, kërstimet vogla, sa që kam bëtë mdoja për mujën vogla, po kam dalë me thonë një shpjegim. Jerë puna parë du me bëj falenderim për një atetar shqiptar që ka thonë kontribut të jashtëzakonshëm, edhe unë tim ju thonë që unë kam qenë familjarisht kur e kam pa, për kontributin UÇK-s me gjithë djalën e vet. Ky quhet Dilaver Goxhaj dhe s'ka shqiptar që s'duhet një diler e Tiranës. Pastaj du me nis pak me këtë ligjin e tokave bujqësore. Është një projekt ligj që është gati për miratim parlament për tokat bujqësore që priten mi ushqit vetëm të hujve. Kam nevojë dhe kam dëshirë m'ia shpjegoj pak shqiptarëve çfarë është ky ligj. Ky ligj do thotë që ne jena pronar tokash dhe do të vini i huj dhe blej 10 dulum. Dhe nëse ky i huj ka bledhë dulum, ti i lindë drejtat ta zaftoj krejt pronat sepse favorizohet nga që ka titullin investitor strategjik.
Që ta kuptojnë kresh shqiptarët, Parlamenti do me votu një projekt ligj që I jep favor të hujve dhe jo shqiptarëve. Dhe ç'është më e keqja, nuk ka thonë të europianëve, por thot hujve, dhe unë e pyes të Tiranën, kush janë të huj? Përveç shtajta, unë I kam posta deklarata e Tiranës, edhe unë e di që ai se ka kuptu nga mburon ky mbledh dhe t'ja shpjegoj tani. Kam fillu punë moshën 7 vjeçare, jetoj në Mamurras, kam lind Mamurras, quhem Erald Zep Noj. Kam fillu punë në moshën 7 vjeçare dhe gjithë qyteti im njohin kush jam. 7 vjeç m'janë qa dur, m'janë bo gjak, këtu një mu familjen se kemi lind edhe jemi rrit një familje të varfër. Në shkollë kemi hangër tajak se shpesh herë mzdet e gjumi pa po detyra, dhe mësus nuk e dishin. Kam shku student me këpus të grisme. Kam marrë 24 prodhime shtetërore me sotësi, pas një lek, kam 8.000 student në shpitar. Ky mlefim, o zoti Edi Rama, vjen pak nga unë, se unë ta kam bo halal, pa drejtësit që m'ke bo mu. Më kanë ndjek dhe më kanë shoqëruar gjithë jetën. Por ajo që unë nuk I bëj halal, zotit Edi Rama, do ja them tani kush është. Unë quhem Erald Zep Noj, dhe Zep Noj është një nga themeluesit e Partisë Socialiste të rrethit Kruj. Dhe Zep Noj ka punu 44 vjet mësues arsimtar dhe sot ka pension 100 euro. Dhe Zep Noj qanë ku flet me mu dhe thot më falni se kemi gabu. Më thot kemi gabu sepse na kanë hyrë parti kriminal. Që zoti Edi Rama e di shumë mirë. E këtë nuk ta bëj halal, zoti kryeministër. Siç nuk bëj halal 36 vjet në arrestime që ka punu dhe është garravit me namaj me puk. Ndërkohë që ti ke vu kriminal mas kriminalin pashtit, ke Shqipërinë. Pra zoti kryeministër, udhëlleti im, zemrimi im është I këtë qytetarëve të kësaj proteste. Lutja ime është mos dorëzona deri në fund, sepse çdo gjë e ka I fund. Qofse ne do paksohemi, qofse do të grumbullohemi, ky do fitoj betejën. Por ky s'mund ta fitoj kur betejën me njerëz të pastër si ne, gjithë bashkë. Lut zoti e Zot na ndihmo ta fitojmë këtë betejë, sa është beteja e ekzistencës. Jam duke u shtuar shqiptar. Motra dhe vëllezër, bëuni bashkë në lidhje njerëz ku janë e kus janë. Se me pa mu kemi me rëzu këtë kriminal. Mirëmbrëma, të gjithë mund ta keni parë që është një letër ku një arkitekt holandez evropian privatisht I dërgon kryeministët. Dhe unë prandaj doja ta lexoja këtu sepse të gjithë e kanë marrë sikur është diçka që e mbështet. Unë fatë shoh sikur ai po I kërkon të njëjtën gjë si ne. Arkitekti evropian I drejtohet kryeministit me këto fjalë. Profesioni ynë ka qenë historikisht I varur nga patronazhi politik dhe kohët e fundit më janë të përmendur disa ide të zymta. Çfarë do të ndodhë nëse socialistët nuk I fitojnë zgjedhjet? Tmerrohet holandezi se mos nuk I fitojnë zgjedhjet dhe nuk I japin ato para që I kanë dhënë gjithmonë. A do të mundet të marrë fund papritur kjo mek e arkitekturës bashkëkohore? A do të thahet befas ky burim pune që duket I pashtershëm? A do t'i duhet kësaj ushtri arkitektësh të ulë armët po ai shpejt sa mobilizua? Nuk e them thjesht për ta thënë, po për ne arkitektët do të ishte më mirë, kjo është shumë e rëndësishme, sikur zgjedhjet e ardhshme në Shqipëri thjesht të anulloheshin. Pra, kush mund ta thoshte më mirë se sa një evropian dhe arkitekt, madje do të shkoja edhe një hap më tej, thot holandezi. Duke qenë se Shqipëria vazhdon të jetë një mbështetës e ndriçuar arkitekturës, profesioni jonë do përfitonte jashtëzakonisht shumë nëse vendi nuk do zhvillonte më kur zgjedhje. Dhe nëse ju, pas mandatit tuaj të 5 radhës si kryeministër,
thjesht do vazhdonit si presidenti përjetshëm, ndoshta të ishit edhe mbret. Gjëje të mëdha historike, thot arkitekti, po shkëllohen ndërsa flasin. Autokracia po fiton me shpejtësi të rënd, si forma përcaktuese e qeverisjes së shekullit 21. Shpresat për një alternativë funksionale po shuhen çdo ditë. Duket sikur po përjetojmë fundin e idesë të fundit historisë. Në këtë kontekst, shumë e rëndësishme, në këtë kontekst, lutja ime është sa e thjesht, hajde e drejt për drejt. Në një botë autokratësh, a mund të kemi të paktën një autokrat dashamirës dhe me shije? E di se ajo që unë po ju kërkoj është sakrificë dhe jo e vogël. Është një sakrificë me rëndësi të jashtëzakonshme. Shpresoj që ju ta merrni në konsiderat, po thot. Prandaj, me qënë sa është një evropian edhe një arkitekt, unë besoj, unë nuk do të lexoja si quhet lexoni, po do të lexoja që ai është për ne. Sepse që të bëhesh mbret, në radhë të parë duhet t'japësh dorëheqjen si kryeministër. Prandaj dhe ne, edhe arkitekti në formën e vetë, po dhe i vetë, këtë duam, jep dorëheqjen, shton sjelljet parakoshme me një qeveri teknike dhe e shohim se sa mbret do të bëjnë shqiptarët. Si do ta shohim ne, por dhe i gjithë Evropa, se sa i duan apo nuk i duan dhe i përsen shqiptarët autokratët dhe nuk i prenojnë kurrë në këtë vend. Prandaj, me qënë se keni vendosur që jo vetëm ta shtukni demokracinë, por të vendosni autokracinë, madje të bëjnë edhe mbret, edhe ne nuk lodhemi me zgjedhje. Prandaj, përpara kryeministrisë të kështallët, kemi shtruar një tapet të argjend, një tapet të florint, siç mbretërit e meritojnë. Ne po kthehemi në sklever, ti vazhdo mbretëro, vetëm një gjë, që ta bësh këtë në radhë të parë, jep dorëheqjen, qeveri tranzitore, zgjedhje të ndershme, ndryshimet e ligjeve, ndryshimet e kodit civil, dhe pastaj e shohim se sa mbret do të bëjnë shqiptarët dhe diaspora. Dhe për sa i përket arkitektit dhe gjithë shpurës që vinë këtu për të gabitur shqiptarët, po ju them një gjë. Edhe ju, të cilët jeni anti-shqiptar, si individ flasim, atëherë ju them, përshëndetje edhe ju bashkë me qeverinë nga gjithë shqiptarët. Këtë vend do ta mbretërojnë shqiptarët, do ta aksojnë shqiptarët, pres pas presi, fajz pas fajze, djalë pas djalë. Faleminderit. Dorëheqje! Dorëheqje! Dorëheqja! Të doni llogaria, mos harroni. Edhe po diki, do japi llogari një për çfarë ka bërë. Okej? 27 ditë dinjitet, 27 ditë shpresë, 27 ditë dashuri për Shqipërinë. Sot bëhet dita 27. 27 ditë që çdo mëngjes, çdo mbrëmje, ne bim, kalojmë, jetojmë me zemër dhe jemi po këtu me shpresën që Edvin Rama jo vetëm që do japi dorëheqjen, po dhe gjithë qeveria e tij e korruptuar. 27 ditë të dashur qytetar, të dashur motra dhe vëllezër, që i keni treguar Shqipërisë dhe gjithë shqiptarisë se ende ka qytetar që e duan këtë tokë më shumë se interesin personal, nga zemra. Faleminderit secilit për jush.
Faleminderit gjyshërve që ecin me bastun, por nuk e lën flamurin nga dora. Faleminderit edhe këtij shoku tim këtu, që vjen çdo ditë. Faleminderit e ty. Faleminderit nënave që mbajnë në zemër bindjen e fëmijëve të larguar. Faleminderit baballarëve që ende besojnë se Shqipëria mund të bëhet vendi ku fëmijët e tyre do të ndërtojnë jetën. Faleminderit të rinjve që nuk pranojnë të jetojnë pa shpresë. Faleminderit të diasporës që edhe larg vazhdon ta mbajë Shqipërinë në zemër. Ju nuk sillni vetëm praninë tuaj, ju sillni shpresë. Ju nuk sillni vetëm zërin tuaj, ju sillni dinjitet. Ju nuk mbushni vetëm një shesh. Ju zbukuroni Shqipërinë me qytetarinë tuaj. Çdo flamur që valvitet në duar tuaja e bën të vend edhe më të bukur. Rrof Shqipëria e shqiptarëve. Çdo buzëqeshje, çdo përqafim, çdo këngë patriotike, çdo hap që bën drejt protestës, i kujtojmë botës, Bashkimit Evropian, Amerikës dhe çdo lloj vendi se ky popull nuk ka humbur shpirtin. Sa më shumë bashkohemi, aq më e fortë bëhet shpresa. Sa më shumë bashkohemi, aq më i fortë bëhet zëri qytetar. Sepse fitoria e vërtet nuk është fitoria një partije mbi një parti tjetër. Fitoria e vërtet është fitoria e sovranit mbi përçarjen. Ne jemi populli shqiptar, ne jemi sovran mbi tokën tonë. Fitoria e vërtet është fitoria e sovranit. Është fitoria e qytetarit që ngre zërin me dinjitet. Është fitoria e ligjit mbi arbitraritetin. Është fitoria e shpresës mbi dëshpërimin. Është fitoria e Shqipërisë mbi çdo interes të ngushtë politik. Të dashur shqiptar, vëllezër dhe motra, mos e ndërgjegjoni kur forcën e pranisë suaj. Historia nuk ndryshon vetëm nga ata që mbajnë posta. Historia ndryshon edhe nga njerëzit e zakonshëm që vendosin të mos rrinë indiferent. Ndoshta një ditë fëmijët e një pritan do na pyesin: çfarë bëre ti kur Shqipëria kishte nevojë për qytetarët e saj? Dhe ju mund të përgjigjeni me kokën lartë dhe me dinjitet. Unë isha këtu, unë isha këtu, unë isha këtu. Isha këtu me flamurin kuqëzi, isha këtu me zemrën plot dashuri, isha këtu sepse nuk e humba besimin, isha këtu sepse Shqipëria meriton më shumë. Le të mbajmë gjallë të shpresë, le të mbajmë gjallë këtë bashkim, dhe le t'i tregojmë njëri tjetrit se nuk jemi vetëm, sepse kur zemrat bashkohen për një ideal, asnjë pengesë nuk është më e madhe se vullneti i një populli të bashkuar. Edhe e fundit, ju nuk jeni thjesht protestues, ju jeni ndërgjegja e gjallë e këtij kombi shqiptar. Me përmirësi dhe me mirënjohje ju falenderojmë për çdo ditë, për çdo hap, për çdo sakrificë. Kombi mbi pushtetin, Shqipëria mbi partitë, rrof populli shqiptar sot dhe gjithmonë. Faleminderit. Shqipëri e re! Shqipëri e re! Shqipëri e re! Të dashur shqiptar, diaspora është ende këtu. Qytetari që do flas tani ka ardhur nga Lioni dhe nuk do ikë derisa Edi Rama do jap dorëheqjen. Të dashur qëndruestar, unë jam që foto nga trofoja dhe vi nga diaspora. Vi nga foto nga një qytet, një shtet me kulturë shumë të lashtë, por edhe ne jemi me kulturë shumë të lashtë. Edhe më të lashtë punësisht edhe se Franca. Edhe kom artu shtunë me refugjat tjerë, e do rri këtu, 1 javë, 2 javë, 3 javë, 1 muaj, 2 muaj, 6 muaj, e ta në shfaq këtë cëllëqirë, i pastorë në fundit, në më. Unë po jam dhëmë një gjose, kom majtë shumë atë jam që 15 vjetë, kom i kur a hi programa në poshtet kom i këto, kom artu në fiqës në mune e kom di se të botë ty. Edhe e di paka shumë ato, historinë e Francës, vitin 1789, Franca ka bërë revolucionin popullor, ka majtë 10 vjetë, desha dhe vini 1799, 10 vjetë të majtë. Na nuk du të rrimë revolucion 10 vjetë, na du të rrimë 1 muaj, e ta shojë, me revolucion pakëshor, blokojnë, porte, blokojnë, kuvend, ministri që shka, ka blokojnë qakullim që shka, se të ishë nuk ikë, kjo është sukur shoki vetë, sukur Vučići,
Nuk e qënë me shisë taj, 2 shisë e pimë që aty, e shkojnë e qënë përbel. Me e mos rrë prorë, ku e mrita një prorë, jam rritë, po më dajtë shumë vjetë, e ku parë franses që protestojnë. Pimë që atarë, mezitora, plët e plep, plët e që shka, i moshin prefektura, i moshin kryeministri që shka, si të thënë policia, marrë protestojnë. Arrejt kohë të do që i bashkohet të shkojnë e flenë që mas 5 orë, shtë shpia. Në do në qef, të blokur zëdani, zëta. Edhe një propozim e komunër, vetë e janë në dujë. E kam një propozim që të zjerë në kada 4 persona. Linda Ramen, Linda Balukin, Tano Ballën, e kryesojnë e Drame. Poshtë e Drama, poshtë e Galtura. O leken, kryte Ramen sa po vjen. O leken, kryte Ramen sa po vjen. O leken, kryte Ramen sa po vjen. Faleminderit, ju përshëndes gjithë. Përshëndetje shqiptar. Përshëndetje shqiptar të mi. Unë jam Herta dhe vi nga Mirdita. Jam Herta dhe vi direkt nga fshati këtu. Sot e mora vesh që 2 arat që kam gjitur me stavën mund të vi një rus, një serb, një iranian e t'i blej. Unë nuk i blej dot, dhe këtë më mundëson qeveria ime. Kush prej jush nuk ka qenë njëherë në spital dhe nuk është djerë i poshtruar? Kush prej jush ka kaluar në Dogan dhe nuk është djerë i neglishuar? Kush prej jush nuk është drejtuar administratës publike dhe është djerë i neglishuar? Administrata publike në Shqipëri, bashkitë në Shqipëri, drejtohen nga militantët politikë. Militantët politikë kanë dorë të ardhën e smimet tanë. Administrata publike në Shqipëri duhet depolitizuar. Është pa mundur kështu. Ignorantët po uheqim një ditën, ignorantët po uheqim Shqipërinë, e na për të parën herë kena mlet. E unë dua që ju mos dorësoheni. E unë dua që ju akcioni të betejë në të gjitha rrugët deri në fund. Se ka një arsye pse ne jemi këtu. Ne jemi këtu kundra të gjithë atyre që janë ullur në atë karrike. Ne jemi këtu kundra një sistemi që na të boj një zemrat. Ne jemi këtu për ato nëna që pufin telefonin. Se nuk I kam fëmijët këtu, pse do të tërhiqen po ty. Po ku jeton më zotri, ku jeton? Të vash para 70 vjetësh e janë në fshat, kini fshat edhe ti. Dhe ato fshatarë që kisha aty mi përsturin. Jo, që fshatarët nga fshati më. Ty nuk vlerëson prodhimin vendas, ty nuk vlerëson dhe I të vendit nuk I vlerëson I do të huaja. Po si kemi turizëm. Si ka turizëm në shkëpan të kushla prodhim vendas. Si presim e turistët në pullat e Brazilit. Ju po hani keka brazilian, ju nuk hani më produkte shqiptare. Ne na helmojnë, ne na kanë helmuar arsimin, ne na kanë helmuar shtetësinë. Kam lanë Europën për me hasë mirëtit. Kam lanë të arfin time për me hasë mirëtit të tokat I gjyshit tim. Po jo për teje, kam asë gjyshmit e mi, të rritën me gjyshe në gjyshe, se unë jam këtu për të gjithë ata njerëz mi, që janë Amerikë, që janë Itali, që shkelin gjatë dhe kanë zemrën Shqipëri.
Se qoj, në naftën që ma ke po më shkrejnë në gjithë botën, se qoj unë në Europë, në shkollat që mi kalon, sa të praktisura, si të shkoj unë në Europë, se unë në Europën e du, 1 milion herë ma mirë, ma shumë se ti, e du ma fort se ti, jetoni në një realitet paralel, ka njerës, kanë ndërtuar sarajet e tyre, ka njerës duke filluar nga ato përpotetet e zdravët që kemi atje, janë shkëputur për jush, ato jetojnë e resortet e luksit, në atin e tyre dhe nuk e shojnë, se ne ham buk me mirë sërë. Duham të kajtë duke fuqi, po ne në mbajmë Serbia kapur për fyti. Shqipëria është ty në Europa, të gjithë janë ty në këtu, po një merit e kenë zotrote ta kam thëmë dhe Facebook, ke arritur të mbledhësh njerëz bashkë, ke arritur të bësh protesta në më madhështore të të gjitha kohëve. Unë jam këtu sot për mirëditën time. Hallin e mirëditës time e përbashkë me hapin e të Vërnetit, me ata të Komisponit e të Florës, e të Përmoshit, e të Rionit, halën e Shqipërisë t'i bëjmë bashkë, e t'i zgjidhim bashkë. Mirëdita nuk merr asnjë lek nga renta minerare, na jep një rentë minerare qësharate. Qoj na jep nga minerale tona, na ke marrë pasurit në toksore, e i sot minatorët në tokë, minatorët të kërkuan shpresë, të kërkuan të ndimash, të kërkuan që t'i hapësh dignitet, dhe nuk ma dhe minatorëve të vitë. Ne e kemi pasuri pa fund, na i morën lumejt të njërtit. Nuk ka ma lumejt, kanë fut lumejt në përtuba. Mos tuar në Kashgari, mos në zilni më tuba në njërtit. Mjaft e kemi marrë për të të vend. Mjaft, janë rrugë, atë si kontarë që mirë, në shenin me përrejnë. Është gremin, ma nuk mund të kaloj, jo Europian, po s'mund të kaloj asë një aljan në të rrugë. Prandaj, bëni havar zemrimin tim, se zemrimin i mos të rrimi qita të preqitari në të hartë të mos u tërzoni, unë do t'jem gjithmonë me ju, ka njerëz të mirë këtu që janë me ju, për të gjithë bashkë, Rama, Shqipëri e re, Shqipëri e re. Diaspora sot nuk pas ka të ndalur. Tani do flas një student nga diaspora e Lituanisë. Përshëndetje të gjithëve. E bëri Bështriti Bemo, edhe unë jam student e shkencave politike në Universitetin e Vilniusit, niveli master. Zoti kryeministri Edi Rama ka bërë një post kur i është kundër përgjigjur një stikeri që thot Rama, jepe dorëqen! Dorëqen!
E në atë postim, a I ka radhitur pseudo arritjet e qeverisë të tij. Ja pra, e do të lexojmë dështimet e tij. Ne kërkojmë dorëheqje për shkatrimin e zonave urbane me pallate orbitale. Zero qendrim! Për përdorimin e miqenit pa aviona dhe pa aeroporte. Mega skandal! Për turistët e huaj dhe ata shqiptar, pa kushte dhe pa plazhe. Mega shitje! Për talljet me sloganet e vjetorit të 90-s që e duan Shqipërinë si gjithë Europa. Pse nuk e fillove bashkime me Kosovën në 2005, por sa jove vetëm fabulat të pavërteta. Kërkojmë dorëheqje, sepse ke kthyer Shqipërinë në një republikë bananesh, në një narkoshtet. Kërkojmë dorëheqje për gjyshrit tanë të gjallë dhe ata të vdekur, që rritja e pensionit është më e vogël se indeksimi I çmimeve. Për vrasjen e politikës dhe ekonomisë me snajperat e skifterat e tu. Për realitetin shkatrues dhe shpopullues të Shqipërisë që paturpsisht të bezdisty o megalide. Sepse pasurinë që shprit rilindasit e mëdhenj për të bërë më mëdheu, ti e qite për të bajtur ato që nuk thuhen. Neve nuk e renditim do të gjitha. Arsye pse ti duhet japësh dorëheqje. Sepse është ka lindja deri në perëndim. Ai shumë arsye janë. Ne nuk që bëj kazi I gjithë botës. Niko Dinci, po se ndimo historinë tonë të erë. Rama, jepe dorëheqjen! Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen. Përshëndetje të gjithëve, unë nuk e mbaj vetëm për intelektual, po jam në pjesën ku jam mësimdhënës. Dhe her pas here vit këtu, sepse të ndjej një detyrim moral, që unë duhet thënë fjalën time, sepse kam qenë një nga njerëzit e pakët, që dikur, kur ky është bërë kryetar bashkie, unë e kam kritikuar një herë. Çfarë ka ndodhur, se duhet bëjmë pak analiza të historikut të tij për të kuptuar çfarë shihet mbas këtij njeriu. Këtu për shembull kemi një nga njerëzit më të nderuar, Mithat Hamari, të cilin e respektoj jashtë mase dhe e kam në kujtesë për atë që ka ndodhur në fillimet e demokratizimit të Shqipërisë. Mithat Hamari ka qenë I pari që ka marrë guximin të dalë gjithë kriminalëve të Shqipërisë të shkatërrojë kioskat e Lanës. Dhe e ka filluar ky burr, ka marrë përsipër gati me jetën e vet, se ne kemi qenë këtu, unë kam qenë këtu dëshmitar, me jetën e vet dhe me detyrimin moral si ushtarak edhe si njeri punojnë si asaj situate, të marrë një nga katastrofat përpara dhe të bërë gjithë guximin e vet. Ky njeri filloi me gjithë me skrepa me ta shkatërronte Lanën. Ndërkohë, ja morën këtë lavdi. Dhe këtë lavdi ja dhanë Edi Ramës. I thanë ti do ta presësh shiritin. E pam që ky I bëri ballë gjithë kriminalëve, tani ti mund të dalësh. Edhe I bënte si krim me atë spatën që priste në një. Edhe mori lavdin e Mithat Hamarit. Edhe I gjithë njerëzve të tjerë që ishin kundër kësaj gjë. Çfarë filloi ky njeri të bënte? Unë si artist, ti ta dini, unë që jam Vladimir Llagaj, kam bërë
Rama do t'a japi dorëheqjen. Nuk ka ku të shkoj. Lumi popullor shin çdo lloj pislloku. Ka ardhur, është dëndur, është fryr lumi, është fryr me urrëtie. Do t'a japi dorëheqjen. Por ne flasim dhe bëjmë analiza që ta ndjerim të zhveshur këtë lloj njeriu përpara mediave botërore, që po ta të kuptoj realisht çfarë ka bërë ky njeri. Ky sa erdhi më një herë filloi, unë kam bërë këtë mfaqe Johan Preva, kam bërë një ekspozit mbi betonizimin e Shqipërisë. Në 2100 kam parashikuar mafjen e betonizimit. Mund të kem qenë njeriu i parë që kam folur për betonizimin. Sepse e dija, ja njihsha karakterin që ky lloj mastrusi, ky lloj karakteri do sulmonte ku ishin lekët dhe ku ishte mundësia që ky mos të kapej ligjërisht. Në betonizim dhe filloi më një herë të ndërtonte. Ju jeni kërikon Tiranë dhe ju e kujtoni që gjën e parë që ka bërë ka zënë të gjitha hapësirat publike që kanë qenë nga koha e diktaturës, realisht ishin të mëdhaja brenda pallateve, ndërtonte pallate në zonat ku ishin të dedikuara për fëmijët e zonës së lagjes. Krimi i parë. Dhe aty ju kërkonte ndërtuesve 20%. E mbani mend që akuzoi për zotin 20%. Ashtu dhe. Me atë 20% lodhi miliona duke shkatëruar Tiranën dhe me atë bleu Partia Socialiste. Ky është një veprim tjetër kriminal. Ky njeri sot e kësaj dite e ka bërë këtë qytet të tmerrshëm. Që në 2000 unë i kam thënë, shiko, ka një frazë në historinë e ardit që thotë, asnjë krizë e një populli, qoftë ajo ushtarake, ushqimore, arsimtare, kulturore, nuk mund të krahasohet me krizën e urbanistikës. Kriza e urbanistikës është bomba më e madhe sociale për një vend. Ky është kriminali i betonizimit të Tiranës. Bashkë me ato tjetrin që thanë të vinë të gjithë në Tiranë dhe se do i duhet njerëz, i duhet popull që t'i vjedhin sa më shumë, të kemë sa më shumë numra të vjedhin sa më shumë. Dhe të gjitha këto janë kriminale. Këto nuk janë një strategji kombëtare. Ne këtë e përzgjodhëm për një strategji kombëtare, për një intelektualizëm, për të sjellë gjëra që nuk i bida dot tjetri. Ky solli vetëm lekët në xhepat e veta dhe të pandës vetë. Kjo është një nga parimet. Sot fëmijët tanë nuk kanë pulozin më. Janë si për laboratoret që nuk kemi ku dhe. Ju ka marrë fëmijëve, na ka marrë qetësinë neve të gjithëve dhe na rrjet nga mëngjesit deri në darkë me forma nga të gjitha të mundshmet. Që nga policia e bashkiake, që secilit nga ne i merr 1/3 e lekëve gati. Që është kjo formë? Kjo është një formë hajdutërie, një formë që është kastile është përzgjedhur. Siç unë këtë njeri e kam kritikuar të rrjetën për këtë arsye e kam marrë natë. Unë e dija që ky do viste dhe gjithë në përgjithësi vjedhin kur sistemet janë akoma të pa stabilizuara. Mirë po, që vetëm të viste këtë se prisja. Kështu që këtij njeriu duhet i vi një moment që ky duhet të arsyetoj. Nuk duhet të po të kishte mend në poshtë, mbas gjithë kësaj që ka ndodhur, ky do të thoshte unë vi dhe jap dorëheqjen. Kështu që rrof populli shqiptar, vazhdoni, mos ju ndani se keni për të arruzuar. Dorëheqje! 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 Fjalën e ka zoti Mitat Havari. Mi mbroma, miq të dashur, rini shqiptar. Po e sqarojmë çik për të se gjë e bukur në artistin Ambite Parpar, se kuptohet që ne shqiptarët dhe gjithë më si bishi. Po kjo është e vërteta, Ambite Parpar. Ne konsultoj vajzat në Tiranë për forur, dhe ai kërkoi për mendjemin e tij. Dhe janë konsideratë të bukura. Apo jo? Unë do një shtu. Rini shqiptare. Ko më parë, ditë më parë, një person tha për ju që u vjenë në për fund. Nuk një qëndroj mirë, si tonë tjallës.
Juve ju vjen erë Shqipërie. Juve ju vjen erë lirie. Juve ju vjen erë demokracie. Djesa juaj është parfumi që sakrifikoni këtu për natë me 25 ditë për para një pisha të tërpuar që nuk dorëzohet. Nuk dorëzohet sa ka kusurin në kurisë. Është hajdut kontributesh që përmendni artisti. Është gjithë Shqipëria dëshmëtarë, Tirana dëshmëtarë, por unë kam shtatruar pakun e mia përballë krimit organizuar, miqve të tij kriminal, bandita të rregjur, Cosa Nostra që quaj unë. Edhe kursoj të më kapishtë kontributin. Kam bërë shkrimi para shumë vitesh. E Tirana kjo hajdut kontributesh. Më futi dhe mik, pas pushova, e pastorova. Ata që vjenin kontributin vjenin dhe parat e popullit. Mjafton, guxoj, fritor, pas me ato që është në burë, dhe i kanë serës, po paguan haqet e popullit. Pas me të bashkër dhe në në televizion e klarifikoj, të shorimi e jo njërës të korruptuar. I edukon në njërës të bërë modeli, a i dutit modeli turk. Atëherë, tani ka ngritur, po futëm një shikë në politikë dhe më lejohet. Shërimja, jemi gjenerata tjetër, ta janë gjenerata Z, Alfa, po dhe ne jemi pas, nuk jemi ignorantët. Por vazhda ime, foli këtu ju e mirë pritën me dashurin e respektet dhe ju falenderoj shumë. Një zotri ishte këtu të hajde fort, jo i thash foli vajza, e ta not në saj. E po fjalla jote është nërshën, jo i thash është më e mirë se unë. Se u kemi edukuar, kemi shkolluar, kemi hetur maskon dhe tuaja, që të bëni të zot, të dejnë, pra teun, dhe të kujimi të të ndëroni. Ama mos haroni, se ju s'mund jemi ata që jeni sot, pa ne. Shikondëm nesër ju me fëmijët tuaj, ata do jenë, nuk mund t'jenë pa ju. Luan me fjalë se është në ditërën atje të sti, na quan e janë Amerikanë. Të gjoni mi të minë, se edhe Bashkuar Amerikë sa masat Amerikanë. Populli që ka huar të më shumë nga diktaturën dhe Hoxhës, e kanë paguar ata që më shes në Amerikë, janë pushkatuar, eksekutuar. Pra, luft klasës, rase këtyre, nuk jam ekstremist, sepse ju e dini që u kam punuar në shtet, dhe shteti si popullit, nuk si këtyre, nuk si partive. Tani ka filluar vis për levat e veta, për të mbrojtur. Zoti Lamallari, ministri Bonson, deklaroi para 2 ditë se ishte Edi Rama që vajti në Serbi, në Beograd dhe foli për pavarësinë e Kosovës. Zoti Lamallari të ka përdorur se ti zguxon pa lejen e tij. Nuk Edi Rama, fjallë Edi Rama se që fushë sapuni. Kosovën e shiroj vetë Kosova me mbështetje në fshire të mëdha. Shtetet e Bashkuara të Amerikës Britanismane. E pa ata, kushte ishte Kosova sot, t'jemi minjës. Më vjen keq për dy figura politike. Një në Kosovë në Maqedoni. Ramush Haradinaj deklaroi që më vjen duk që jam kosovar, për kosovar që vinë tu, protest. Ramush Haradinaj, ne e njojmë shumë mirë historinë. Nuk po them që ka qenë treje dhe gjusën burg dhe hatë, i akuzoha për krime lufte. Ke ma papashi, po dhe di veti papashi, se papashi e kod dhe para, po t'i ka dhe në hanga. Po të them një gjë këtu në sheshi. Tu në shesh jam dy, ne na ju kujtemi qylafe dhe ju i toni plis. Një është me shqipojnë në zez dhe tjetëris i bardh,
I bardhi është i krajnë Zveriut. A i me shqipojnë zezve pishtë tu. është i jugut, është i mitar Fransërit, është i krajnës i jugut dhe Kosovar të ka mbrojtu. Dhe ka haruar jugu, ka haruar dhe Dukatit, ka që në mledhe pati kontar, dhe komunistë ka shkelur në 25 në qafë, se kam bërë luft në brasë një tjetrin, të ndikuar nga Serbët, i që vëdhës të tyre. Më të gjëro, i nëruar, që ose je, që të dy shiravët, në shqipojnë një zesë. është vllazëria shqiptare, nuk ka shqipti në ndan. Ramush është vllazëria, Ramush Haradin e Mosharon. Bandat komuniste në 25 mbritën në Kosovë kanë ekzekutuar nacionalistët, masakrat i Bari, Qefqetpesi, Kalindreu, Qilmarku, gjithë kriminalat e luksës, pranë tjente në nëllë. Dajli këtu, nuk i dërgon Albi Kurti. E kupton, Albiku juaj, shefi tonë në djenë mërë të leshve, i pësjere për datitës. Në anë tjetër e zotit i Maqedonisë, Aliametej, i ishte shqetësuar Marxist-Leninisi se i njofim ne jemi gjerat e vjetë poske vjetëm. Na i të tritë në nacionë ju të pyësi. Se, kur të pojmë mështë të gjojnë? Ama, s'keni ignorant, apo jo? Aliametej deklaroj që Shqipëri, turisa, Aliametej, turisa vazhdojnë edhe kënaqen pushojnë tu protest paqësore ka marrë vesh bota. Nga Shqipëria, Europë, Zelandere, Australi, Amerikë, po se janë shqiptarë të që e pamshëm. Në gjithë botë, nga mësarë për paqësore nuk ka për vaki, se ne ishë mësore Molotov, jo Molotov, jo pluma. Aliametej, sigurisht nuk vjen elita e turizmit, vini, kemi parë, ama vinë, e di pse, se betja Adriatikët në Dion, janë shqytur në ullat e zeza. Gjithë lumen dhe Shqipërisë ullat e zeza i tergën tet, Adriatikët e janë, është derimi pisër i rajonit, për një të qinje, zërmët e të para, Greqia, Italia, investojnë. Ky individ, ju e gjua Piktorin, e njofin gjithë, shumë kushe për shumë pak. Kujton se François Mitterrand do e mbroj, i dhe ato duar të mënë në Albasani a osoj, buarët janë dorën, edhe ikin. Bravo banditi, jatë dorheqe. Sekund, minutë. François Mitterrand, ke përgatimin me fatat politikës tonë, ke dhe dorën Kaddafi Shqipërisë. Do përfundoj si Kaddafi, se nuk lërgohet në pajësore. Do tërheqet, ato shtrofën e vetë, e të paguaj gjithë s'ka bërë pikë të popull të mjerë, edhe kurse i tonë tamë. Hajde investo për një spital, onkologiku, se po të berron populli. Mos të pastrojt e mirini, se është vapëri ekstreme. Hajde si pasrojt, sepse ty është qifikani, ty është pronari, ty është për populli, so i bëjnë për të a priori. Nga ka shplevor, nësë jemi shplevor, kemi votën shumë, kemi 81 vjetë nësënim e bolshevikët, kemi të fundit, shqiptar ku jemi policia shtetit, keni kujdes me popullin, hap një sytë, mos bini pre, se jam djemë të jam vësit tuaj, nëna tuaj, jam të shësh, nreu një Shqipëri ku jeni, nreu një Sarandë të dora, nërsa, Tushi, Tendi, Shteshti, Rafë të rinjë Europiane, Rafë Shqipëria Europiane.
Roma jepe dorëheqje. Roma jepe dorëheqje. Të dashur qytetarë shqiptarë, kudo që ndodheni në çdo lloj cepi të botës, sado politika është shumë e pisët në gjithë llojin e vet, dhe ne e dimë sepse politikanët luftojnë për karrige, për pushtet, për çuta. Këtu flitet për kombin shqiptar. Këtu flitet për vëllezërit dhe motrat tona. Sado Ali Mehmeti, kryetari i një partie andej, sado ky tjetri Ramush Haradinaj që ka folur, por janë vëllezërit tanë dhe nuk dinë se çfarë bëjnë. Edhe vëllezërit e vegjël gabojnë. Por ata po të vinë këtu do shohin të vërtetën, që e vërteta jemi ne, edhe ne prapë i falim, sepse kemi gjak shqiptari, kemi dinjitet, edhe vlla i vogël, kur bëjnë gabime, ne prapë e pufim dhe nuk e rrahim. Faleminderit. Kështu që, dua të them vetëm diçka, sepse biseda sjell bisedën. Çdo njeri gabon, por ai që mëson nga gabimet e veta dhe kërkon falje, është një njeri edhe më i mirë për nesër dhe për fëmijët e vet dhe për fëmijët e tjerë në gjithë botën, sepse jep një shembull të mirë. Dhe ne këtë duam. Për gjeneratat e reja, ne duam një shembull më të mirë. Faleminderit. Tani, një mesazh drejtuar Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të nderuar përfaqësues të Bashkimit Evropian, që ka shumë të huaj që janë këtu midis nesh dhe i përkasin një shteti, një kombi dhe ata raportojnë tek ebrorët e tyre, ose tek shtetet e tyre, ose tek miqtë e tyre. Dhe thonë, shikoni, ka 27 ditë këta shqiptar të bukur që dalin çdo ditë në shesh për drejtat e tyre, pa thyer një xham, pa ofenduar asnjë njeri që nuk i ofendon, dhe duke ecur kë për kë me njëri tjetrin. Kjo është qytetari të dashur ndërkombëtar. Kjo është qytetari, kjo është demokraci. Dhe jo një individ që është në krye të qeverisë e që shan nga mëngjesi në darkë, shat gjej përpara. Kjo është turpi vet, jo turpi jon, sepse ne do bëjmë një Shqipëri të re, rros Shqipëri e re. Shqipëri e re, Shqipëri e re, Shqipëri e re, Shqipëri e re. Të nderuar përfaqësues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të nderuar ambasador, ju trajtohemi jo si politikan, por si qytetar të Shqipërisë. Ju trajtohemi me respekt, por edhe me një dhimbje të madhe. Për shumë vite shqiptarët kanë parë te Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara partnerët më të rëndësishëm të demokracisë, shtetin e së drejtës dhe luftën kundër korrupsionit. Prandaj, sot nuk ju kërkojmë të zgjidhni problemet tona në vendin tonë. Ju kërkojmë të na ndihmoni që institucionet tona të jenë të pavarura, transparente dhe të përgjegjshme para ligjit. Dhe i kërkojmë gjithashtu që Spaku çdo ditë për punën që bën të japi transparencë jo vetëm para mediave, por para qytetarëve të Shqipërisë. Shqipëria nuk mund të ndërtojë një tarme europiane nëse qytetarët humbasin besimin se drejtësia funksionon njësoj për gjithë. Sot shumë qytetarë ndihen të shkënjur. Ata shohin emigracionin që vazhdon, shohin familje që ndahen, shohin të rinj që largohen, shohin pensionistë që jetojnë me të ardhurat të ulta. Çdo kush në familjet tona ka një pensionist që thotë, por nuk ja dal dot në fund të muajit. E kjo është për të ardhur keq, jo për ne, por një keq administrimi të ardhurave, në vend që të shkojnë tek ta pensionistë, në vend që të shkojnë tek mësuesit, në vend që të shkojnë tek mjekët, detyrojnë të kundërtën, të shkojnë në xhepat e tyre dhe të ikin jashtë shtetit me llogari offshore. Dhe kjo më vjen keq. Por gjithsesi, jo propagandë, jo heshtje, por transparencë. Ne nuk kërkojmë favore, kërkojmë vetëm një gjë. Që askush mos të jetë mbi ligjin. Ju e dini mirë se korrupsioni në nivelet e larta nuk dëmton vetëm ekonominë. Ai dëmton besimin, ai dëmton demokracinë, ai dëmton sigurinë, ai dëmton njerëzit të largohen nga vendet e tyre. Të gjithë ne që jemi këtu e kemi të paktën nga 1, nga 2, nga 3, nga 4 dhe nga 5 njerëz që janë jashtë shtetit sepse këtu s'kan gjetur asgjë.
Nuk kërkojmë ndërhyrje politike, kërkojmë mbështetje për institucione të forta, të pavarura dhe të besueshme. Sepse një Shqipëri demokratike me institucione të forta dhe me sundim të ligjit është në interes të qytetarëve të Shqipërisë, të Europës dhe të partneritetit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shpresojmë që zëri qytetarëve shqiptarë të dëgjohet, sepse Adeu nuk është vetëm toka ku kemi lindur. Adeu është amaneti që kemi marrë nga të parët tanë dhe përgjegjësia që kemi ndaj presave që do vinë. Shqipëria e shqiptarëve. Për respekt qytetarët e Shqipërisë. Faleminderit. Mi ndave tjetër, e para punësur ka një lejmen, ka humbi president, kush të shokën në dojnë këtu, ose në njëtë të humbur. Disa në dojnë se nuk duhet më të shtu, pa një të marrë në rëmë, që të hitën qalin në bregdet, se bregdet ojnë hodjë qalin, po në nuk të lejnë të. Po është në spitale, pakimet të pagesh, rëthimet këdo, si pas të fortit e si pas lizit. Që një deputet të mos marrë 20 pensionet me një muaj. Që kryeministri të mos pjetë të është 130 pensionet me një natë. Që pensionet të mos jetë 100 euro. Që e ka njëto plët 400 lek. A e dini se 50% e pensionistëve dhe po kleq e femijë të mojë të rëzërë po të pjesh punojnë për arsye për siguru jetesën. Që e të mos jenë me të nëse rogën. Që ju të rinjë të keni mundësinë të meri në shtëpi. Që njerëzit të mos të rritë në barë, që njerëzit të ligjit. Që kryeministri të mos të hanë kumër për shpinën. Që qytetarët të jetë të provet për ligjit. Që u i pishët të jetë prezent në qërës me të tona. Që i shëmburit të marë shërbime që i vërtat. Që para të mbetet pronë e jenetër. Që rrugët të mos mbetet në rrugë me shprej e kryeministri. Që tërë të vendosur ja këtë qeverit të mos dajtë kopit shqiptarë. Që mërdarën me vlagjit të mos kalon nga Beogradi. Që kur për Shqipëri të vendosi shqiptarë për referendum, e mbi të gjitha, që mos të shpopullohet Shqipëria, e të gjitha që të arrihen vetëm me një vendim. E ma të hicu! E ma të hicu! Ja ma bun, Berisha bun! Ja ma bun, Berisha bun! E disa të bukur që jeni! Unë jam një datër shqiptare që kam jetuar vetëm në Shqipëri. E kam jetuar të realitet në 100% të ti, me të gjithë kostot dhe dështimet që ka pasur. Sa herë që dëgjoj fjalën kryeministër dhe projekt, më vjen në mendje vetëm një rezultat, dështim. Me qënë se kjo nisi nga Vlora, atëri po nisin disa dështime. Pakomeja nisi si projekt madhështor, dështoi u këto Kezzano. Vazhdoj me petroliferën, nisi përsëri si një projekt larte dhe qas do silte përsëri dështim dhe sot e kësaj dite. 7 hece ujore po në ujrat e Jonit dhe sot prap dështim. Qa të temi ma? Ty mejë në rast dështim. Urat që qaren kërkon që patrona të reqin i nerdet të këmbët e urave dështim. Aeroporti Vlorës në stem arbitraji përsëri një dështim. Aeroporti Kuksit më thoni unë që ka atë sjell, përsëri një dështim. Më thoni, i bashkë kryeministër, je në projekti i dështuar. Ti je në projekti i dështuar.
që ndërmjet që do jetë sukses. Norwegian! 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 Mbrëma të gjithëve, mbrëma vëllezër dhe motra, mbrëma shqiptar, unë jam Fatma, jam juriste, vi nga diaspora e Berlinit, kam qenë datën 12, pra 15 ditë sot që protestoj në vlorë në Tiranë. Siç bën të gjithë këtu dhe siç duhet të bëjë çdo shqiptar. Kam dy thirrje. Kam dy mesazhe zemre, kam dëgjuar njerëz shumë të mençur, kam pasur shumë reflektime. Këto dy mesazhe ju lutem jo kakofoni se janë me të vërtetë fjalë zemre. Kemi organizuar, jam nismëtare e protestave të Berlinit, kemi organizuar që nga data 5 e papushim 2.000 protesta në Berlin. E falenderoj të gjithë skuadrën, të gjithë shqiptarët që po bëjnë shpërth. Tani se këto duartrokimet i mbjen vërtet janë të tepërta. Unë e kam lënë punën në Berlin dhe e kam thënë shefit, siç e keni rrëzuar ju murin e Berlinit, duhet të rrëzojmë shqiptarët murin e vetëdijes politike. Si çam për unë, jemi shumë, jo kakofoni, ju lutem, si çam të unë të leshen, ka dhe shumë të tjerë nga diaspora, fjallë punë me eshe, më besoni. Dy mesazhet që unë kam janë, së pari për diasporin, së dyti për ata që disa i quajnë patrenozhista, dhe unë i quaj thjesht shqiptar të rënë viktima nga ky sistem politik. Pse them këto? Jam vetë një viktim, njësoj si ata unë që amortimin, sa të tjerë gjorën korupcionin, ta në nështrimin e kështu me radhë. Tani, News 24, i vetë një televizjon që nga të mbështet, am nevoj për ndihmën tuaj se herën e fundit keni fut reklamë ndoshta pa dashje, gabim teknik që të mos më mbyllet fjala kësaj radhe, ju falenderit. Mesazhi për diasporën është ty. Pse pikërisht për diasporën dhe ata është të quajtë patrenozhista që janë vëllezër dhe motra tanë, mos të harroj. Diaspora sepse diaspora jemi 10 milion ose mbi, unë nuk ti me shifra, të flas konkretisht. Brenda kufirit jemi 3.5 milion. Tani, diaspora rrezikon më pak se të gjithë vëllezërit dhe motrat këtu që po kërcënohen me vende pune, që po bëjnë presion, që nga në frikë, përndaj! Diasporë, vendosu para përgjithësisë. Kemi më shumë në dorë se sa shqiptarët brenda kufis. Dhe si e kemi këtë përgjithësi? Mos u përçani diasporë, vazhdoni kështu. A partijak? Pse a partijak? Sepse në momentin që një parti apo një tjetër mbështetet, kjo protest përçahet dhe ne akoma nuk i kemi nërë poshët u studentëve në 2018-ën. Prandaj, diasporë, kur ne vendosim të mbështesim një parti dhe mendojmë se do fitojë ajo parti, apo duam të ndjekim interesat tona vetjake, të kemi parasysh se mos lufta jo ndaj korupcionit, mos më ndërprit fjalën atë, të mbarohesh pa. Mos lufta jo ndaj korupcionit, ka për faturë që do ta paguajnë niprit për niprit, gjaku ynë shqiptar! Prandaj ju lutem mendoni larg pamës, mendoni për fëmijët e fëmijëve, për mjaltin e mjaltit që do të paplui. Tani, rregulli i diasporës numër 1, ju lutem bashkohuni në kauzën tonë me qëllim të përbashkët interesin e faqatat të gjakut tonë shqiptar dhe jo interesit tonë. Rregulli numër 2, të dënohet çdo akt që vjen nga patronazhistat, me di apo mos dihet, sepse çdo akt që nuk dënohet sjell më shumë përçarje
mos harroni borxhin e studentëve, mos harroni 100 vjet diktaturë apo çfarë preshin është ky sistem politik e korruptuar. Ju erdhi fundi! Rama jepe dorëheqën! Rama jepe dorëheqën! Përshëndet të gjithëve, nga tropoja, janë një pasit të Sinanit, komandanti 3 fushëve Kosovë, Stop, Taulet Palla, bashkë me Edi Ramën, e kanë bërë për e 2 të Sinanin. Tur! Duhet u them të gjithëve, që deri ditën e djeshme, unë kam qenë antar i Partisë Socialiste, por me ditën e djeshme, as unë, as familja ime, as miqtë e mi, as njerëzit që mbretërojnë, mos u afroni të zona jonë. Ju fjallë kom për Ramush Haradinin. Ramush, jem djali i Bacit Agron që të njeh shumë mirë. Ka hongër kukën shpitemen. Mos këtuj pjata ku ka hongër. I bëjtirje të ullën falës. Veqës të koraj të shpoj në kombit. Shkoj dhe të shofin ashtë faqin. Bashkë për fejnë të ti ka një faqin. Ka një faqin. Ashtë të shpija ka një faqin që u pra. E të njashojnë bashkë për familje. I bëjtirje. Ju bëjtirje. Qithë. Nesa edhe më shumë. Të heqë! Nesa më shumë! Kam një brejtje. Doa t'ju tregoj të gjithë se cili që vjen këtu flet, vesh të emrin ti personal. Kemi folur me nipin e komandantit legjendar Tahir Sinani, që të qëndroj vetëm brenda Shqipërisë, me hallet që ka Shqipëria, por nga emocionet ai doli atje, ku fjalët përveç qeverisë shqiptare i përkasin veç atij, personalisht dhe të gjithë organizatorët e protestës diferencohen nga të gjitha fjalët që u thanë përveç Edi Ramës dhe Taulet Pallës. Nuk mbajmë asnjë lloj përgjegjësie për fjalët që janë thënë për njerëzit andej të ri. Dhe lutem gjithë forcëve të përmbajnë çështjes të Shqipërisë, çështjes të qeverisë të korruptuar të Edi Ramës, problemeve që kemi me qeverisë shqiptare që na ka shitur, na ka tradhtuar dhe ka bërë çdo mësës kësaj vetë vendi. Të ndalemi pranë Shqipërisë, atë mund të na kontoj.